Përshëndetje, mirë se vini në magazinën informative 21 Live News. Fillimisht ndiqni disa lajme shkurt. Gjyqtari Vebi Kashtanjeva u azbuti masën e sigurisë 5 të pandehurve nga grupi prej 20 të arrestuarve në ndyshimet për terrorizëm. Hafiz Ahmeti, Besim Lajqi, Hadi Nur, ata shetutje në vend të masës së paraburgimit do të jenë në arrest shtëpiak. Albert Berisha e Fitim Dema do të kenë të obliguar të paraqiten në stacion policor. Si të shihet në dokumentin e sigurisë nga kallzo.com, këto masa të reja sigurie do të vlejnë për 2 muaj deri më 4 nëntor. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka zhvilluar një takim kokë më kokë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama gjatë ditës së dytë të punimeve të samitit të NATO-s në Wales të Britanisë. Vetë kryeministri tha se gjatë kësaj bisede me kreun e Shtëpisë së Bardhë është folur për marrëdhënie dypalëshe si dhe angazhimin e Shqipërisë në misionet e Aleancës së Atlantikut të Veriut. Rama deklaroi se Shqipëria shfrytëzoi samitin për të lobuar edhe në favor të njohjes së Kosovës nga të gjitha vendet që ende nuk e kanë njohur. U arrestua Florent K, 21 vjeçar i dyshuar se më 29 gusht në Ferizaj me fik goditi në pjesë ndryshme të trupit taksistin më lë 70 vjeçar. I dyshuari e ka pranuar në polici se ka goditur viktimën disa herë. Të dyshuarit ju caktua 48 orë ndalim policor. Ministri i Drejtësisë i Kosovës Hajredin Kuqi dhe Ministri i Drejtësisë i Maqedonisë Adnan Jashari në takimin në Prishtinë thanë se do të respektojnë procedurat e ekstradimit të 2 shtetasve të Maqedonisë, Alil Demirit dhe Afrim Ismailovic, që janë duke vuajtur dënimin për veprat e kryera në Kosovë dhe që njëkohësisht janë të dënuar edhe nga drejtësia në Maqedoni me rastin Monstra, në të cilin mbeten të vrarë 5 persona. Bloku 3 partijak LDK-AK Nisma insiston se edhe atyre u takon e drejta për të propozuar kandidatin për krye parlamentar. Lideri LDK Sisa Mustafa tha se nëse dështon zgjedhja e tij si krye parlamentar, do të dështoj projekti i përbashkët i koalicionit. Partnerët e blokut besojnë në arritjen e marrëveshjes me vetëvendosjen para 12 shtatorit. Marrëveshja mes bllokut LDK-AK Nisma mund të shkëputet nëse Isa Mustafa nuk arrin të zgjedhet kryetari i Kuvendit të Kosovës. Këtë e konfirmoi lideri i LDK-s pas takimit me liderët e AK-s e të Nismës për Kosovën. Mustafa megjithatë tha se projekti i nisur mes tyre do të realizohet, pasi sipas tij e kanë zgjidhjen për të krijuar sa më parë institucionet e reja. Po gjithsesi sepse ne projektin tonë kemi projekte të përbashkët dhe ne s'kem menduar as mendojmë në asnjë rast që ne tash të bëjmë një lëshim për lëshime tjera sepse këtu lëshime nuk ka. Nuk është fjala për lëshime, është fjala për vullnetin e shumicës në kuvend. Ashtu si do të vendos shumica e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, ashtu do të procedojmë. Po ne kemi një projekt për të cilën jemi bashkuar. LDK-ja, AK-ja, Nisma, kemi edhe përkrahjen e subjekteve tjera në kuvend, dhe e që është e jona është që ne projektin të qojmë përpara. Projektin është i lidhur me pozitën e kryetarit të parlamentit, sepse nuk ka asnjë kuptim që dikush të heqdojnë nga kuvendi edhe të thotë se unë do të qeverisë në këtë vend, sepse ato janë punë të lidhura. Edhe Haradinaj e Limaj thanë se bloku nuk e ka ndërmend të heqë dorë nga posti i krye parlamentarit, pasi sipas tyre koalicioni pas zgjedhor e ka shumicën parlamentare e cila vendos në kuvend. Ta 2 muaj plot janë shfrytzuar me terrorizu opinionin me thashëtheme, me informata të rreme që shedim, është përkeqardhje, kur gjo s'ka ndryshu, koalicioni LDK, AK, Nisma edhe partnert është i qëndrueshëm, është i palkundur, nuk ka thymbje, s'ka lëvizje deputetëve, pra s'ka ndryshuar asgjë. Sa në bigjeta duhet shohim interesin e vendit dhe interesin e vendit kërkon zhbllokimin, dhe zhbllokimi duhet bëhet për ata që kanë zgjidhje. Për atyre që kanë zgjidhje, në këtë rast besoj ne ju e dini që zgjidhja është këtu. Zgjidhja është e votat, ne kemi votat dhe presim që sa më shpejt përmes Parlamentit të Kosovës të hapet dhe të fillohet ndërtimi i institucioneve nga ata të cilët kanë shumicën e votave të domosdoshme për të krijuar institucionet e vendit. Rrugë tjetër për të krijuar institucione nuk ka përveç rrugëve që janë të mirë në demokraci përmes votës së shumicës. Haradinaj tha se beson në arritjen e një marrëveshjeje me vetëvendosjen para vazhdimit të seancës konstituive që do të mbahet me 12 shtator.
Zëvendës kryeministri, një herësh ministër në detyrë i drejtësisë Hajredin Kuqi, ju shmang komenteve rreth vazhdimit të seancës konstituive të kuvendit. Ai tha se në cilësinë e ministrit të drejtësisë nuk jep përgjigje politike që kanë konotacion politik ose partijak. Kuqi nuk komentoi as emërimin e 3 gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese nga presidentja e vendit, vendim ky i cili u cilësua si antikushtetues nga kreu i LDK-s Isa Mustafa. Vazhdimi mandatit të 3 gjyqtarëve ndërkombëtar të gjykatës kushtetuese nga ana e presidentes Jahjaga, pa kaluar procedurat në kuvendin e Kosovës, u cilësua si kundërkushtetues nga kreu i LDK-s Isa Mustafa në një postim në Facebook. Pas kryerjes së këtij shërbimi, presidentja e vendit u vazhdoi mandatin gjyqtarëve ndërkombëtar, por njësit e kushtetutës thonë se ky akt i takon kuvendit të Kosovës dhe jo presidentes, nga fakti se ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare nuk janë mbi kushtetutën. Do t'i sugjeroja presidentes që ta shes qartë se kujt i takon mandati i gjyqtarëve të jashtëm me kushtetutë dhe ta tërheqë vendimin e saj. Kosovës nuk i nevojitet një gjykatë kushtetuese e cila është e kontestueshme në pikpamje kushtetuese. Por ministri i drejtësisë njëherësh nënkryetari i PDK-s Hajredin Kuqi nuk e komentoi nëse vendimi i presidentes ishte kundër kushtetues. Si ministri i drejtësisë kur s'kam dhënë përgjigje politike nuk ja pas tash. Kuqi nuk komentoi as vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit, në të cilën pritet të zgjidhet kryetari dhe nënkryetarët. Unë këtë ministri i drejtësisë gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Nuk ja përgjigje politike që ka ndonjë konotacion politik ose partijak. Një ditë më parë, kryesuesja e seancës konstituive të kuvendit, Flora Brovina, caktoi mbajtjen e kësaj seance për 12 shtator. Për të dalë nga ngërçi politik e institucional ka bërë thirrje edhe presidentja e vendit Atifete Jahjaga. Ajo i ka ftuar partitë politike që sa më shpejt të gjejnë zgjidhjen për të zhbllokuar këtë situatë, duke theksuar se vendi ka nevojë për konstituimin sa më të shpejtë të institucioneve të vendit. Pas kësaj deklarate ka reaguar bloku LDK-AK Nisma, duke thënë se ata e kanë zgjidhjen për të dalë nga kjo situatë. Ngërçi politik i krijuar pas zgjedhjeve të 8 qershorit e ka shtyrë presidenten e vendit të kërkojë nga deputetët që të angazhohen për dalje nga kjo gjendje, në mënyrë që sipas saj të zgjidhen nyjat për funksionim institucionesh. Pos zhbllokimit të institucioneve, Jahjaga tha se funksionimi i kuvendit do t'i ndihmonte edhe luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Ne sot kemi nevojë për krijimin më të shpejtë të institucioneve të vendit dhe ju mbetet në përgjithësi të deputetëve të kuvendit, që të tregojnë gatishmërinë për të zgjidhur nyjet për funksionimin e institucionit, për të cilën kanë marrë votat e qytetarëve të vendit. Dhe kjo do të mundsoj miratimin e një numër të ligjesh që do të ndihmojnë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ligje që duhet të zbatohen dhe që duhet të respektohen. Këto komente presidentja i bëri në tryezën për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial për luftimin e korrupsionit, me që rast Jahjaga tha se shteti i Kosovës është i gatshëm të ballafaqohet me të gjithë ata që rrezikojnë sigurinë kombëtare. Reprimet tona varen plotësisht nga vullneti ynë edhe ai politik, sepse fenomeni i korrupsionit dhe i krimit të organizuar nuk mund të çrënjosen thjesht vetëm për shkak të dëshirës sonë për t'i parë ato të zhdukura. Thirrja e presidentës drejtuar subjekteve politike për dalje nga ngërçi institucional ngjalli reagimin e antarit të kryesisë së AK-s Burim Ramadani, i cili shkroi në Facebook se presidentja duket qartë se bazohet në pikën 127 të vendimit të gjykatës kushtetuese për çështjen e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Por Ramadani thotë se zgjidhja tashmë ekziston. Deputetët e LDK-s, AK-s dhe Nismës dhe partnerët politik, përveç PDK-s si subjekt politik, kanë zgjidhjen. Shkurt e Shqip, këtë do ta zbatojnë më 12 shtator 2014, shkroi Ramadani në rrjetin social Facebook. Për informacionet më të reja lidhemi nga redaksia e lajme me kolegu Njazi Ejupi. Njazi, përshëndetje.
Përshëndetje edhe nga kë kënd i redaksisë e lajmeve të Radio Televizionit 21. Lajmi vjen nga Amerika, por naturisht ka të bëjë me Kosovën, pikërisht me zhvillimet më të reja në skenën politike në vend. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson, deklaroi në Washington se ngërçi politik në Kosovë duhet zgjidhet nga vetë forcat politike në Kosovë dhe jo me ndihmën e shteteve të tjera. Në intervistën të transmituar para pak minutash në Zërin e Amerikës, ambasadorja Jacobson tha se ajo që bëjmë si ambasadë amerikane ose ambasadat e tjera është të nxisin Kosovën të përmbahet procesit sipas ligjeve dhe kushtetutës së vendit për të arritur në një zgjidhje demokratike. Sipas ambasadorës Jacobson është e rëndësishme që Kosova ta bëjë këtë pa ndërhyrje nga jashtë dhe ky do të ishte një sinjal se Kosova është në fakt një vend i pavarur me një demokraci funksionuese. Ambasadorja amerikane tha po ashtu se ajo që kemi parë deri më tani me referimin e situatës në gjykatën kushtetuese dhe me zhvillimin e zgjedhjeve të lira siç u shpreh, ka besim se udhëheqësit politik do të jenë në gjendje të japin një zgjidhje situatës. Në këtë kontekst ajo shtoi se do t'i mbështesin ata, mund t'i këshillojnë si miq, por në fund të fundit, siç theksoi, kjo është detyra e tyre si udhëheqës të zgjedhur. Natyrisht, kjo intervistë e gjerë e ambasadorës Jacobson në Zërin e Amerikës ka dhe thekse të tjera me peshë, por mbase ato do të veçohen, do të shkputen në emisionet tona vijuese informative. Faleminderit Niazi për këtë paraqitje dhe për këtë informacion. Lutje për tolerancë, paqe e humanizëm u bën sot në katedralën Nëna Terezë në Prishtinë, në meshën kushtuar 17 vjetorit të vdekjes së humanistës shqiptare Nën Tereza. Nëna Terezë është shqiptarja e vetme që ka marrë çmimin Nobel për paqe. Duke respektuar rolin e Nënës Terezë si misionare në zbutjen e krizave humanitare në vende të ndryshme të botës, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ditë më parë caktoi 5 shtatorin si ditën ndërkombëtare të bamirësisë. Në Kosovë ndërkaq këtë ditë në nderim të veprës së saj u mbajt mesha solemne drejtuar nga Imzot Dodë Gjergje. Ai citoi Nënën Terezë: "Nuk do t'ja dalim dot të imposhtim urrëtitjen dhe luftrat me armë që shkaktojnë plagë, por do t'ja dalim vetëm me vepra dashurie, gëzimi, paqe e vllazërimi." Jemi dëshmitar të një kohe kur urrëtitja përditje më shumë po shkrohet në një kulturë qytetarësh, ku luftrat na ofrohen si mjet për të mposhtur liritë dhe të drejtat e popujve, ku kërcënimet me vdekje dhe vrasjet e pakuptimta duan të na vrasin shpresën e botës. Me pak fjalë, në një kohë kur e keqja ka çukrye dhe mendon që ka të drejtë të sundoj zemrat e njerëzve. Imzot Dodë Gjergje tha se historia nuk njeh ndonjë figurë më të ndritur se Nën Terezën, e cila dëshmon qëndresën tonë historike për t'i mbetur besnik dashurisë, fesë e kombit. Kjo gonxhe jona, mund si nën Lukja, ju dhuroj njerëzve varfë dashuri, të varfërve ndërmjet të varfërve me shërbim dashurie, të pastërve ndërmjet të pastër me nxitje për vepra dashurie. Kurse të pushtetshmeve ndërmjet të pushtetshmit të botës që të kujdesen me dashuri për njeriu në nevojë e jo vetëm me vendime për të dhënë ndihmë ose për të nda fonde. Në mesin e të pranishmëve ishte dhe komandanti i ri i KFOR-it General Major Francesco Paolo Figliulo. Gonxhe Bojaxhiu në vitin 1979 mori çmimin Nobel për paqe, ndërkaq u nda nga jeta më 5 shtator 1997 në Kalkuta të Indisë. Jeta dhe vepra e Nënës Terezë u përkujtua sot edhe në Gjakovë. Komunarët e Gjakovës bën homazhe tek shtatorja e Nën Terezës. Kryetarja Mimoza Kusari Lila e vlerësoi lart veprën e humanistës. Pas homazheve ajo komentoi edhe arrestimet e fundit në ndyshimet për terrorizëm. Lila tha se institucionet e sigurisë dhe ato qendrore kanë reaguar me vonesë në luftimin e këtij fenomeni. Në 17 vjetorin e vdekjes së Nën Terezës u bën homazhe pranë shtatorës së saj në Gjakovë. Kryetarja kësaj komune, Mimoza Kusari Lila, vlerësoi figurën e nobelistes shqiptare. Vepra e saj tashmë flet më zëshëm se kur më parë në kohën dhe me situatën në cilin ballafaqohet Kosova. Një person shumë dimensional, një person i cili jetën ja dedikoi Zotit dhe bamirësisë.
Me këtë rast, kryetarja Gjakoves Kusari Lila u pyet nga gazetarët edhe për arrestimet e fundit në ndyshime për terrorizëm. Është shumë brengosës fakti që kemi numër të madh të shtetasve të Kosovës që luftojnë luftrat e huaja, në veçanti për faktin se pamjet cilat vinë nga lufta në Siri dhe në Irak janë të tmerrshme dhe nuk përkojnë me asnjë vlerë, as kombëtare, as fetare, as njerëzore. Prandaj ajo çka më brengos më së shumti është humbja e shpresës për të rinjët të cilët vendosin që të shkojnë në një rrugë e cila nuk sjell asgjë përveç tmerrit. Kryetarja Kusari Lila pati vërejtje ndaj institucioneve të Kosovës në lidhje me parandalimin e aktiviteteve terroriste. Sa i përket asaj se çfarë është duke ndodhur në Kosovë, konsideroj që është një formë e abstenimit deri tashëm të institucioneve të sigurisë, por gjithashtu edhe institucioneve qendrore që të mirën drejt për drejt, tu ka pas nevojë që të ketë informata por edhe reagime më herët. Duhet pasur kujdes që të mos arrihet efekti i kundërt, se të mos krijohen aso antagonizmash dhe aso ndarjes që pastaj me arrestimet apo me atë çfarë është duke ndodhur në aspektin e segmentit të rendit dhe ligjit, dikush të mendojë se është duke u bërë luftë ndaj një feje. Kryetarja Mimoza Kusari Lila vuri në pa tolerancën ndërfetare në Kosovë, e cila si pasaj duhet të ruhet edhe në të ardhmen, si vlerë e veçantë kombëtare dhe qytetare. I ftuar në studio është Don Shan Zefi, kancelar i Peshkvisë së Kosovës. Zoti Zefi, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesë që rishtas jam në studion këtu drejt për drejt në emisionin tuaj. Po. Jam bërë 17 vjet nga vdekja e humanistës shqiptare Nëna Terezë. Çfarë do të thotë emri Nënës Terezë për shqiptarët? Po me lëni në fillim vetëm të them shkurtimisht se sot kudo në përbot, në të gjitha kishat katolike, dhe ndoshta jo vetëm tek ato, drejtohet një lutje e madhe se shqetërishtet e gjallë që tashmë 11 vite Papa Gjon Pali i dytë e ka ngrit në shkallë të lumturisë. Ndërsa 17 vjetori i saj edhe sot e përkujtojmë se Nëna Terezë është e gjallë. Një porosit e madhe sot gjatë mëshës, shkeqësia tim zot do të Gjergji, e tha me këtë rast se dëshiroj t'ju jap dashurinë e Nënës Terezë. Populli shqiptar mendoj në përgjithësi dhe njerëzit si të tillë kanë më së shumti nevojë për një dashuri, sepse në fund të fundit edhe Zoti ynë është vetë dashuri. Kështu që një ditë e madhe sot që në katedralën tonë ishte një pjesëmarrje masive, mund të them të gjithë qytetarëve, mandej edhe pa dallim feje që unë personalisht edhe njihja, dhe kështu që ishte një kënaqësi ta pash një koreografi perëndimore si të ishmi pikërisht në Vatikan. Zoti Zefi, Nëna Terezë kaloi një jetë të tërë në shërbim të promovimit, në shërbim të arritjes së paqes mes njerëzve, tolerancës. Ku është vendi ynë sot me këto vlera? U dëshiroj në fillim vetëm të them se Ban Ki-moon në vitin 2012 pikërisht e ka shpallur 5 shtatorin ditën e bamirësisë në shenjë të kontributit që ka dhënë Nëna Terezë saqë gjallë. Kështu që sidomos në këto rrethana që sot jemi këtu tek populli ynë në Kosovë, ka nevojë më së shumti sigurisht të kthehet njerëzve shpresa. Sepse në fund të fundit e dini se përjetohet edhe një varfëri dhe ka shumë fenomene ose dukuri të cilat shfrytëzohen në kohë dhe hapësirë, edhe nuk ka kush, si të them, një autoritet i madh moral që të bën një kthesë në Kosovë, dhe mendoj se Nëna Terezë dhe kthimi ka Nëna Terezë dhe kuptimi i saj, edhe nga pikpamjet e tolerancës, siç e përmend ju, dhe paqes është mos i domosdoshëm. Kështu që Nëna Terezë neve na ka simbolizuar gjithmonë se ne jemi një popull i paqes dhe se jemi popull i madh fal asaj. Po jemi shuar deri tani si popull për tolerancë ndërfetare, ndërkaq ku është kjo vlerë sot në vendin tonë? Tash për tash. Po, sigurisht se po kuptoj çfarë dëshironi të aludonit dhe unë e them gjithmonë se nëse toleranca fetare apo toleranca në përgjithësi njerëzore, nëse ajo nuk ushqehet, shpeshherë mund të jetë edhe jo tolerancë. Kështu që populli ynë shqiptar, siç kam thënë shpeshherë, duhet të ngritet një shkallë më shumë sa toleranca, sepse kjo fjalë toleranca, tolerancio, tolerare, dhe të thotë, po ashtu, mirë, s'ma ka ona, po tolerojnë atë kuptimin, po leje të bëjë atë, nëse ne shqiptarët du të ngritim shkallën e vëllazërisë, sepse jemi të një gjakot, jemi të një gjuhë, dhe feja nuk mund të jetë
absolutisht një element përçarës. Nëse jo Apo vetëm i bashkimit. Kosova primatin e të qenit vendi për vend i bashkëjetesës ndërmjet feve, çka që deri tash? Unë personalisht nuk e besoj, sepse jam shumë optimist dhe gjatë gjithë këtyre viteve mestarake, gjatë 25 viteve, kemi thënë se Kosova është par excellence, si që thuhet frangishtë, është vend i paqes, gjithë kjo që pëndodhë në këtë kohën e fundit, kjo mendoj se është vetëm një likësi e përkohshme, sepse me lënë të thëmë edhe me këtë rast gjatë 10 viteve, gjatë një dekade, ose një dekade gjysmë pas luftës, natyrisht se, si të thëmë, fryjnë erat të ndryshme në shoqërinë tonë, mandeje është e pamundur një dekadë e gjysmë se mos ketë diçka fenomene këto. Ne kemi këtë fenomen, fatkeqësisht të turizmit, të rrezikshëm islamik këtu në Kosovë, por unë besoj se me kohë do të kalojnë. Cili është qëndrimi i Kishës Katolike ndaj arrestimeve të fundit në ndyshimin për terrorizëm? Ju dini se nuk kemi do një aparat shtetnor të dimë saktësisht dhe të flasim për turizm, por sigurisht a priori do me thonë ne e dim se i denojmë gjitha terrorizmin në botë, gjithë ekstremizmin qoftaj edhe fetar, sepse Zoti na mëson të duam njëri tjetrin, të jetojmë në paqe dhe kështu të kalohet jeta. Kështu që qëndrimi i Kishës Katolike është më së qartë, ne nuk dëshirojmë një Kosovë me terrorizëm, nuk dëshirojmë një Kosovë skajshmerisht e padërueshme, sepse të parë tanë na ka mësuar të jetojmë këtu së bashku. Kështu që, si të them, kemi shumë shtresat e vllazërisë. Dhe mund të premtoj edhe në këtë studio si gjithni se asgjë nuk do të na ndaj për dashurisë që kemi si vëllezër mes veti. Edhe me këtë dëshiroj fortësisht të theksoj se gjithë kjo që po ndodh nuk ka shkaktuar në atë kuptimin e relacioneve mes katolikëve edhe vëllezërve tanë islam. Me lëni vetëm një shembull, këtyre ditëve në prizren e katedrale ishte një grup i madh i gjermanëve dhe më pyetën çfarë keni ju relacione me muslimanë. Thash këtu nuk përdoret kjo fjalë në të gjithë, thash jemi vëllezër. Pra, katolik në atë kuptimin fetar, edhe musliman në atë kuptimin fetar, ne jemi na përbën kombi shqiptar. Ne duhemi, e dini çfarë thanë? Asgjë. Të gjithë qesën dhe aprovun unanimisht çka do të thotë ta pret një pyetje për një meshtari, për një prifti kështu me radhë. Po cenohet kjo frym e mirë kuptimit mes feve në Kosovë? Jo, me këtë... Tek shqiptarët, po unë mendoj se me këtë hap që shteti i Kosovës ka ndërmarrë kundër këtyre fenomeneve të rrezikshme në shoqërinë tonë, ai do të shkon në zhdukje. Sepse edhe të rritet dhe të rejat e shohin se kjo nuk ka një zgjidhje. Kjo shkon deri te vrasjet e vetë vrasjet, edhe është një fenomen krejtësisht i huaj, prandaj këta janë të manipuluar dhe rinin ton duhet i ruajmë nga këta ekstremizma, sepse e keqja, shpeshherë them, nuk mund të jetë tek këta të rit, por e keqja është shumë tek njerëzit që udhëheqin të shoqëri. Megjithse, po them, nuk dëshiroj të apostrofoj dhe të flas me emra sepse realisht edhe nuk i di, por opinioni tashmë i ynë e din ata të cilët predikojnë paqen, tolerancën, ekumenizmin, dialogun mes veti. Sigurisht se në Kishë Katolike besoj se të gjithë qytetarët e Kosovës edhe më gjerë din se ne, të them një fjalë ex professo, ose me misionin tonë që e kemë, ne vazhdimisht predikojmë tolerancën edhe paqen. Unë nuk shoh, me Leonit të them vetëm edhe këtë, unë nuk shoh absolutisht një dallim edhe këtë që jam në studio me juj mes një katolik apo një musliman. Të gjithë ne jemi vëllezër dhe motra dhe secili ka të drejtë ta ketë qëndrimin e vet. Por nuk mund të jetë në dëm të tjetrit. Ashtu që po thras, po apeloj që edhe në këto çaste të vështira për Kosovën mos të ulet, domethënë ai opinioni ynë deri me tash të hujt e kanë patur një shembull jashtëzakonisht të mirë në Kosovë që mos të binë në shkallë më të ulët, por ai do të ngritet. Dhe shpresoj se shumë shpejt. Çfarë mendoni ju, ku mund ta ketë burimin ky fenomen që është përhap sfundmin shoqërinë tonë, sa i përket ekstremizmit? Sigurisht ju në për studio të që edhe unë vazhdimisht edhe unë ju përcjell juve, përsa është e mundur një prift të ndjekë misionin të juve, dini se çështja ekonomike padyshim radhitet, mandej pas luftës që ka sjell këto edhe grupe ekstremiste, nga gjitha pikpamjet edhe fetare janë arsyet kryesore. Mandej edhe pak në atësit njerëzore që nuk ndodh diçka e madhe në Kosovë, sillemi, si të them, ashtu pa një rrugë dalje, ende nuk jemi në basinë evropiane, krejt këto bëjnë frustrime, ngritin tension, kështu që të rritë shumë lehtë do të thotë manipulohen, indoktrinohen
dhe ne jemi dëshmitar të gjithë asaj që po ndodh. A mund t'jenë edhe predikimet e gabueshme fetare në këtë rast? Unë them se nëse unë predikoj në katedralën e Prishtinës apo të Prizrenit dhe thras në mos tolerancë, unë nuk e dija do të mund të dilja nga kisha për besimtarët tanë, sepse katolikët tanë kanë shumë vedijen e lartë që Prishti duhet vazhdimisht të predikohet. A do të jetë kjo kështu edhe në përfaltorët, si që thuhet, në për tempo i tjerë, besoj se ju që një të radiotelevisionit i dini edhe më mirëson. Po çfarë po bëjnë bashkësitë fetare në këtë rast, klerikët, si Kisha Katolike, Bashkia Islame dhe ajo ortodokse për te kalimin e kësaj situate? Keni pasur një takim klerikët? Po, a ka pas takime tjera? Ne kemi pasur takime qysh për para luftës së Kosovës 99 dhe deri me sot në gjitha... Po flas pas zhvillimeve të fundit. Edhe këto zhvillimet e fundit pikrisht këtë vit ka pasur vetëm një takim mes krerëve fetar, por si të them ashtu diçka më të madhe nuk është bërë, sepse edhe ne kemi qenë të befasuar me kapjen e gjithë atyre personave, atyre trijeve, apo deri fundit po dëgjoj se është marrë në pyetje edhe njerëz klerikal, të besimit islam. Kështu që besoj se ne në të ardhmen do të takohemi me ta dhe do të flasmi hapur, vëllazërisht me të gjithë, sepse përçarjet edhe jo toleranca, jo vëllazëria, është rruga si urgjencë një takim të përbashkët? Në vazhdimisht të shohim këtë si urgjencë, mirë po duhet të kuptojmë se edhe ne duhet, si të them ashtu, është një kohë me të cilën nështë e pamundër me njerë të reagohet, sepse nuk i dim gjitha të rrethanët, sepse ju e dini se kanë burgosur ata që të kemenur, se ata janë të pa burgosur, kështu që presmi edhe shenja edhe nga ona tjetër më te për Bashkisë Islame të naftojnë dhe ne jemi të gatshëm me ta. Zoti Zefi, faleminderit shumë, kjo temë është shumë e gjerë për të diskutuar, por ne e konsumuam kohën e rezervuar këtu në studio. Faleminderit, shpresoj të kemi edhe radhave tjera. Faleminderit të njerë. Vazhdojmë me informacionet e radhës. Shtatorja e Nën Terezës tek Universiteti në Tiranë pati ngjallur mjaft kritika si për mënyrën e realizimit artistik, ashtu edhe për pozicionin e vendosjes, por heqja e saj me vendimin personal të kryeministrit Edi Rama nuk po shihet si mënyra më e mirë për të ndryshuar simbolet apo pamjen e qyteteve në Shqipëri. Papa Francesku me siguri nuk e di se sa pun ka hapur në Tiranë në prag të vizitës së tij, aq më pak mund ta marrë me mend se me rastin e kësaj vizite, shtatorët e Nën Terezës në proces shenjtërimi në Vatikan do t'i hynin një aventure shkulje ngulje, një gjë e njohur kjo që në Shqipëri përsëritet shpesh me monumentet, emrat e rrugëve, simbolet historike, të cilat ndorohen, lëvizin apo shkatrohen sipas shijeve e interesave të pushtetit të radhës, shkruan portali lapsi.al. Me eskavatore vinça, shtatorët e Nën Terezës janë shkullur e tundur në ajër, si një shfaqje surreale nga aktorë që marrin përsipër të vendosin shenjat e historisë e që në fund prodhojnë histori qesharake, që nuk reziston dot as disa vite. Pasi e kanë ngritur në qiell me litar, e kanë zbritur në tokë duke lënë të pushojë të shtrirë në pritje të fatit të mëtejshëm. Shtatorja Nën Terezës tek Universiteti pati ngjallur mjaft kritika si për mënyrën e realizimit artistik, ashtu edhe për pozicionin e vendosjes, por heqja e saj me urdhër të peshkut ose ndryshe me vendim personal të kryeministrit Edi Rama nuk është mënyra më e mirë për të ndryshuar simbolet apo pamjen e qyteteve. Kjo shtatore thuhet se do të vendoset në Rinas në vend të shtatorës së Luan Mulliqit që ishte atje. Vepra e Mulliqit që për momentin po prehet e shtrirë në barin e Mëmdheut, ende nuk ka një destinacion të sigurt. A është kjo zgjedhja më e mirë, pse shtatorja Universitetit në Rinas dhe jo një tjetër? A i ka ajo përmasat e duhura për atë vend e të tjera? Këto janë pyetje që mund të shtrohen, por që askush nuk ka ndërmend t'u japë përgjigje. Kështu vendosi Edi Rama. Imami i Xhamisë së Madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqi, u rikthye xhamatit të tij një ditë pasi u mor në pyetje nga Prokuroria Speciale e Kosovës në ndyshimin për nxitje të ekstremizmit islamik. Gjatë faljes së xhumas, imami Krasniqi tha se ditëve të fundit besimtarët musliman po përballen me sprova të njëpasnjëshme. Xhamia e madhe në Prishtinë sot ishte stërmbushur me xhamat. Edhe obori i xhamisë ishte përplot me besimtar, të cilët falen namazin e xhumas.
Imami i kësaj xhamie Shefqet Krasniqi, një ditë pasi u morë në pyetje, tha se ngjarjet e ditëve të fundit janë sprovë për të cilat duhet të ketë maturi dhe durim. Ky islam dikon po e pengon, dikon po e shqetëson, dikon edhe nuk po e lën rahat vend nuk po i zinet, se jemi pranë një sprove si që jemi duke e parë këto ditë të fundit, por kjo kërkon maturi dhe sinqertësi, kërkon sabër dhe durim. Imami Krasniqi nuk përmbajti lotët gjatë këtij komunikimi me besimtar. Imami i xhamisë së madhe Shefqet Krasniqi dje u mor në pyetje në ndyshimin për nxitje të urrëties për sharje ose mosdurim kombëtar, racor, fetar apo etnik. Hetimet ndaj tij do të vazhdojnë me procedurë të rregullt. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Bajram Rexhepi në Argument Plus të Radio Televizionit 21 thot se numri i të dyshuarve për terrorizëm arrin rreth 100, ndërsa konsideron se Kosova nuk është vend i rrezikuar nga terrorizmi. Ministri Rexhepi thot se askush nuk do të jetë imun nga hetimet për terrorizëm, duke lënë të kuptohet se mund të hetohet edhe Bashkia Islame e Kosovës. Numri i personave të dyshuar për terrorizëm në Kosovë është afër 100, ndërsa hetimet për raste të tilla janë duke vazhduar, thot ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi. Po në listën e të dyshuarve, edhe pse unë s'dua të shkoj në detale, është një numër pak më i madh se vetëm këta 42, ju e dini se nuk flas tash me numrat saktë, po e dini që jo, dikon rreth 100 mund të shkoj mirë, po ju e dini se kanë qenë në 60 lokacione, disa prej tyre aktualisht nuk kanë qenë mbrana Kosovës, disa kanë qenë jashtë, disa mas ju kalon thirrje ju kanë përgjigj institucionet të hetuesisë, disa kanë qenë jashtë Kosovës, mirë po realisht to janë në faza të ndryshme të hetimit, nuk janë të gjithë në të njëjtën fazë të hetimit. Po si potencialisht të dyshuar mund të jetë dikon rreth 100. Bëhet financimi nga me gjithë këtë numër të dyshuarve, ministri Rexhepi thot se Kosova nuk është e rrezikuar nga terrorizmi. Ne nuk kemi asnjë parametër që Kosova aktualisht është e kërcënuar. Natyrisht që nuk bën të neglizhohen dhe gjitha këto veprime mirën për parandalimin që në Kosovë as mos të ketë akte terroriste, po është edhe interesi i Kosovës, edhe për interesin nacional, për edhe karshi partnerëve ndërkombëtar, të cilët na kanë ndihmuar që Kosova mos të jetë as burim i rekrutimit ose furnizimit me terrorist potencial të djemve të ri të cilëve ju shpërlahet truni, shkojnë në Irak ose Siri ose vende tjera. Ministri Rexhepi tha se askush nuk do të jetë imun nga ligji, duke lënë të kuptohet se për të njëjta dyshime mund të hetohet edhe Bashkia Islame e Kosovës. Ai tha se hetimet ndaj imamit Shefqet Krasniqi do të vazhdojnë. Natyrisht që mos më marr vetëm me pasojat, duhet edhe me njerëz të cilët i përgatisin, i inspirojnë dhe i përgatisin për veprime të tilla. Pra, dyshoni për këtë te zoti Krasniqi? Unë nuk them as që dyshoj, as nuk dyshoj. Hetuesia do ta bëjt vetëm dhe kërkush nuk është imun, kushtimisht them, nëse ka dyshime të bazuara se kryen një veprimtari të tillë. As zoti Krasniqi, as të tjerë. Prandaj me vetë fjalën që kemi thonë nuk do të jenë imun as imamët, as individ tjerë për të cilët dyshohet. Këto janë punë të interesit kombëtar dhe interesit jo vetëm sa i përket aspektit sigurisë, po edhe imazhit edhe perspektivës të Kosovës. A mund të hetohet edhe Bashkia Islame krerët e saj? Po nëse ka dyshime, edhe pse na tash për tash s'dua të flas hipotetikisht, po nëse ka dyshime askush do të jetë imun në hetime, po për momentin unë nuk kam dhëna se menaxhmenti i Bashkisë Islame është në hetim. Ministri Rexhepi tha se mungesa e ligjit për të përfshirët në luftimet jashtë Kosovës, i cili nuk është miratuar në tërësi, e ka penguar shumë punën e drejtësisë në këtë aspekt, ndërsa tha se veprimi i shtetit nuk ishte i vonuar, pasi që për këtë sipas tij është punuar vazhdimisht. Intervista e plot me ministrin Rexhepi transmetohet sonte nga ora 21:30 në emisionin Argument Plus.
Koalicioni i qytetarëve konsumator, sindikatave dhe organizatave jo qeveritare edhe njëherë kundërshtoi vendimin e zyrës së rregullatorit për energji për shtrejtimin e rrymës për 5.18%. Koalicioni kundër shtrejtimit të rrymës kërkon nga ZRE-ja që brenda 7 ditësh të anulojë këtë vendim, përndryshe paralajmëron protesta dhe bojkot të pagesave të faturave të energjisë. Nga java e ardhshme, ky koalicion do të fillojë mbledhjen e nënshkrimeve për nismë legjislative që mundson mbajtjen në nivel të përballueshëm të çmimit të energjisë. Drejtues të qeverisë lokale të Ferizajt të shoqëruar nga policia e Kosovës morën rrugë për në fshatin Jezerës të Ferizajt për të parë nga afër dëmët që janë shkaktuar nga prerësit ilegal të pyjeve. Konstatuan se pas intervenimeve të kryera për mbrojtjen e tyre, gjendja është dukshëm më e mirë. Për të parë nga afër se në çfarë gjendje ndodhen pyjet e komunës së Ferizajt, në teren doli edhe kryetari i komunës së Ferizajt, Muharrem Sfarqa, i cili tha se po vrihen përparime të dukshme në pyjet e kësaj komune pas masave të repta që ka marrë kjo komunë për mbrojtjen e tyre. Natyrisht që ne kemi përparime të mëdha në këtë drejtim, por gjithashtu jemi të interesuar që të shohim edhe një numër të drejt për drejt të rasteve që janë konfiskuar edhe pasuri të automjeteve nga shkelësit e pandërgjegjshëm dhe dëmtuesit e pandërgjegjshëm të pyjeve. Kryetari i Ferizajt Muharrem Sfarqa bëri të ditur se komuna tashmë ka bërë edhe nënshkrimin e një marrëveshje e cila parashes së paku 8 policë të angazhohen për kontrollim të pyjeve. Në kohë të fundit ka edhe spekulimet natyrave të ndryshme, sikur janë ato që një numër i zyrtarëve të lartë edhe të komunës po edhe të policisë Kosovës kënë se po bashkëpunojnë me dëmtuesit. Ne do të marrim masa për identifikimin e tyre dhe natyrisht veprat që kanë lidhje korruptive në këto lami, gjithsesi do t'i procedojmë në prokurori. Ndërsa komandanti i stacionit të policisë në Ferizajt Qazim Reka bëri të ditur se raportet e fundit të policisë flasin për ulje të prerjes së pyjeve në këtë komunë. Policët e kanë detyrë edhe profesionale, por edhe morale, edhe ligjore që t'i mbrojmë pyjet nga dëmtuesit. Neve që jemi të vepru, do të thotë edhe me njësitë punë sektoriale të përditshme, ku për çdo ditë kemi 24 orë patrulla në teren dhe të gjitha ata mirën me njerëz që bëjnë prerjen ilegale dhe transportin ilegal druve. Prerja e pyjeve në mënyrë ilegale, siç u tha, kryhet më së shumti në sezonin dimror. Ndërsa faktorët që do të ndikonin në parandalimin e dëmtimit të tyre konsiderohen të jetë shtimi i rojtarëve të pyjeve. Prej sote deri më 12 shtator, studentët aplikojnë për pranim në qendrën e studentëve. Këtë vit banor të konvikteve do të bëhen 3600 studentë. Vërtetimin që studentë e rregullt. Po? Për vitin akademik 2014-2015, qendra e studentëve ka ndryshuar kriteret për pranimin e banuesve të rinë për konvikte. Si vjet u jepet përparësi studentëve që kanë notën mesatare 8. Kriteret e tjera për pranim janë që kandidati të jetë student i rregullt i Universitetit të Prishtinës, si dhe largësia nga kryeqyteti. Këtë vit pritet një numër i madh i konkurrentëve pasi janë ulur edhe tarifat për banim në konvikte, ku nga 70 euro sa kanë paguar për banim dhe ushqim, tani do të paguajnë 35 euro. Aplikacione do të kemë më shumë se viteve tjera, mirë po ne jemi detyruar të zbatojmë disa kritere që mënyrë që të selektojmë ta student që me të vërtetë meritojnë të jenë pjesë e qendrës studentë. Ulja e tarifave në qendrën studentore ka ndikuar edhe në uljen e të hyrave në këtë qendër, por drejtori thotë se nuk do të ketë mungesë të mjeteve pasi është premtuar se do të kompenzohen me rishikimin e buxhetit. Ndërkohë kapaciteti në këtë qendër është për 3600 studentë, ndërkaq konviktet janë përgatitur për strehimin e studentëve. Qendra e studentëve ka bërë gjitha përgatitjet dhe është në fazën finale të përmbylljes gjitha punimeve dhe do të jam shumë i sigurt se ne qysh me 1 tetor do të fillojmë pranimin vendosjen e studentëve për këtë vit akademik. Vërejë një interesim i madh për regjistrim në konvikte. Jem nga Gilane dhe kena ardhur me dorëzu dokumentat për konvikt. Jam vitin e 3, tash është hera 2 që konkurroj këtu. Me qenë se po llogaritën mesatare largësia, shpresojmë që janë prioritete. Unë vin nga Istoku dhe mendoj që sipas kushteve që duhet të plotësohen, do të pranona, sepse largësia dhe gjitha kushtet që duhet të plotësojmë i kemi ato.
Gjatë pushimeve janë kryer edhe disa punë ku është bërë gëlqerosja e brendshme e disa konvikteve, ndërkohë është duke vazhduar inventarizimi me shtretër, dyshek, tavoline e karrige, si dhe është intervenuar për shtimin e kapacitetit të ujit të ngrohtë. Qendra studentore ofron ushqim, strehim, si dhe hapësira për lehtësim, studim, sport dhe aktivitete tjera. Parlamenti i studentëve të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina kërkon nga Këshilli Drejtues i Universitetit që të anullojë vendimin për zgjedhjen e rektorit të UP-s. Arsyeja e tyre është se zgjedhja e rektorit të UP-s korrespondon me shkelje të ligjit për arsye se siç thuhet, në Këshillin Drejtues të UP-s është antar profesor doktor Blerim Kamberi, burri i motrës së gruas së rektorit të zgjedhur, i cili po ashtu mori pjesë në votim. Parlamenti i studentëve kërkon nga Këshilli Drejtues i Universitetit që deri të hënën të marrë vendimin, përndryshe ata thonë se do të ndjekin rrugët institucionale për realizimin e kërkesës. Fatmir Limaj do të rikthehet për herën e tretë në gjykatë me rastin Kleçka, ka shkruar avokati i tij Tom Gashi. Në shtator të vitit të kaluar për herë të dytë gjykata themelore në Prishtinë shpalli të pafajshëm zotin Fatmir Limaj dhe 9 bashkëluftëtarët e tij, të gjithë të akuzuar për krime lufte në rastin Kleçka. Gjykata e apelit në Prishtinë, duke vendosur sipas ankesës së prokurorëve të Euleksit kundër aktgjykimit lirues, ka caktuar seancë dëgjimore për datat 17, 18, 23 dhe 25 shtator. Gjykata ka planifikuar të dëgjojë përsëri disa dëshmitar të cilët janë marrë në pyetje edhe më herët gjatë gjykimit në gjykatën themelore në Prishtinë, e cila 2 herë ka sjellë aktgjykim lirues për Fatmir Limajin dhe të tjerët. Koha e caktimit të seancave që përputhet me momentin tepër të ndjeshëm politik dhe kur dihet haptas për fshirja e zotit Limaj në tentimin e formimit të institucioneve shtetërore të Kosovës, le të kuptohet se dikush haptas ndikon në rrjedhën normale të ngjarjeve politike dhe juridike në vend, ka shkruar avokati i tij Tom Gashi në Facebook. Nga redaksia e kulturës në studio është kolegu Lerik Bakia. Faleminderit, Leonora. Një varreze quajtur Tum, e cila gjendet në oborrin e familjes Pepaj në Lubozh të Istogut, do të gërmohet nga arkeologët e Institutit Arkeologjik të Kosovës. Kjo Tum, sipas arkeologëve, i takon periudhës së shekullit të 6 dhe të 5 para erës sonë. Ekspertët thonë se sipërfaqja e gërmimeve arkeologjike në këtë tum ilire ende nuk është e përcaktuar. Fshati Lubozh i komunës së Istogut është në qendër të vëmendjes të Institutit Arkeologjik të Kosovës, të cilët janë duke kërkuar në një sipërfaqe të madhe gjurmët e ilirëve. Sipas arkeologut, premton Nala, kjo kodër dyshohet të ketë qenë vendi i shtëpive, kala e ilirëve. Sipas tij, ky vend, i cili është pronë e Ram Pepajt, dikur ka qenë varreza të quajtur Tuma. Arkeologu Ala i thotë se në këtë tum ilire, që supozohet të jetë shekullit të 6 dhe 5 para erës sonë, do të nisin gërmimet arkeologjike këto ditë. Që nga sot, Instituti Arkeologjik i Kosovës do të zhvilloj gërmime arkeologjike në këtë nekropol të molar. Duhet sek se tuma e parë do të thotë që për këtë saj periudhë, periudha e bronzit është pikërisht në këtë komunë dhe është vetëm në territorin e Republikës së Kosovës, gjithë në fshatin Banicë të Istogut, dhe e cila është gërmuar në vitet 70 nga arkeologët e Muzeut të Kosovës. Përveç skeleteve që pretendohet të gjenden, sipas Alajt, gjatë gërmimeve mund të hasin edhe në stoli dhe gjëra me vlerë. Eshtra, stolit ndryshme, të shpresojmë sa më mirë që tjetë. A mund të ketë edhe qyp? Mund të ketë enë për cilë dhe cilët nuk kanë të vdekur. Shëri? Absolutisht, ja. Mund, nuk hiket ajo hipotezë, po ja. Ky vend është zbuluar që në vitet e 70-ta dhe është futur në listën për mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore. Kushëriri i pronarit të tokës, Uk Pepaj, thotë se me shumë dëshirë kanë mirëpritur hulumtimet e Institutit Arkeologjik. Problemë nuk ka, kështu që këta jenë mirë se të ardhën, se kjo është një gjonë që duhet të pa si që ka brendisë saj. A keni kërkuar kompenzim? Jo. Në kompenzim nuk kem kërku, kështu që na do t'i përmbajnë këtyre rregullat këtyre njerëzve që kanë ardhur, mirë se kanë ardhur. Akoma nuk dihet se sa do të jetë sipërfaqja e ndërhyrjes së ekspertëve të arkeologjisë. Mirëpo supozohet se kjo pjesë e Istogut është një rëndësi të veçantë sa i përket pasurisë së trashëgimisë kulturore. Instituti Arkeologjik i Kosovës ka punësuar rreth 10 fshatar të kësaj ane. Këtë ekspeditë ka financuar Ministria e Kulturës së Kosovës. Kulturës në Prishtinë, skulptori Daurs Hoxha
ka hapur ekspozitën personale të titulluar Femra si madhështi hyjnore. Në këtë ekspozit janë ekspozuar 15 vepra të artistit Hoxha. Artisti Daors Hoxha shfaqej para publikut kosovar krijimet artistike në fushën e artit pamor. 15 veprat e tij janë krijuar me përkushtim dhe qasje moderne. Artisti Hoxha tha se e veçanta e veprave të tij janë stili i ndryshëm, të cilin ende se ka bërë askush. Me anë të këmëcorës, kom deformu, kom stilizu dhe kom rri, do me thonë, në këto forma të nudës, cila është një shprehje komplet e re artistike, cilën e kom titullu Femra si madhështi hyjnore, se sot dhe që deformon, mundohesh me lujt me linja trupore, prap me diçka e bukur. E kuratori i ekspozitës Hajrush Fazliu tha se tendenca themelore artistike e skulptorit Daors Hoxha përqendrohet në karakterin e veçantë ekspresiv të perceptimit ndaj të bukurës femrore, nudove dhe interpretimit vizatimor të tyre. Duke ditur se Daorsi është i botës së skulpturës dhe thjesht me këtë ekspozit befason do thot kolekte vet, shokte vet, gjeneratën e vet, edhe si njohës i mirë do thot i formave, vijes, ngjyrës. E profesori i Daors Hoxhës Mus Prelbuka i çmoi ekspozitën dhe veprat e ekspozuara. Ai tha se veçantia e Daorsit si artist është se me pak elemente ai arrin të bëjë shumë vepra. Është një punë e përkushtuar në këtë ekspozit, gjë që e shohim edhe praninë e shumë artistëve që kanë një vlerë të veçantë në gjithë aspektet. Këto punime janë në lëvizje, nuk janë statike, prandaj kanë simbolikën e vetë. Ekspozita Femra si madhështi hyjnore vazhdon të jetë e hapur edhe për një kohë në galerinë e Ministrisë së Kulturës te Qafa në Prishtinë. Kolegu Bajram Shala i sjell zhvillimet në sport. Përshëndetje Leonora, aktuale janë ndeshjet që do të zhvillohen në fundjavë, 2 ndeshje ndërkombëtare miqësore, diçka që ndodh rrallë në futbollin e Kosovës. Para pak minuta shem kthyer nga stadiumi i Kastriotit i Kekut, në fakt në Kastriot, ku kanë përfunduar seanca stërvitore të 2 reprezentacioneve, Omanit dhe Kosovës. Omani ka stërvitur nga ora 16 deri në orën 17:30, kurse Kosova nga ora 17 deri në orën 18:45 minuta. Për ndryshe për Omanin, kjo ka qenë seanca e parë stërvitore para ballafaqimit me Kosovën dhe ky reprezentacion, të flasim pak për Omanin, ka pasur formë mjaft të mirë në 12 ndeshjet e fundit, në 11 prej tyre nuk ka pasur humbi, kurse në ballafaqimin e fundit të zhvilluar të mërkurën u mposht nga Irlanda me rezultat 2-0, që nuk është ndonjë humbi e thellë, duke pas parasysh se Irlanda është një prej reprezentacioneve të forta evropiane. Omani është reprezentacion me formë të lartë, me individ që lehtë mund të bëjnë dallimin në fushë, kurse ylli kryesori i ekipit mbetet portieri Al Habsi, që ka mbrojtur në Premier League për skuadrën Wigan Athletic dhe që në fakt është edhe kapiteni i ekipit. Ky që po shohim ai më të kuq aty është selektori Paul Le Guen, është francez, është trajner i Lyonit dhe i Paris Saint-Germainit. Pra më thjesht dhe më shkurt kemi përballë një kundërshtar as pak të lehtë, ndonë se nuk është shumë i njohur si emër. Omani është në pozitën e 69 në ranglistën e FIFA-s dhe mbetet një prej reprezentacioneve më të respektuara që vjen nga Azia. Në anën tjetër, sot stërvitjen e ka zhvilluar edhe reprezentacioni i Kosovës, ka qenë stërvitja e dytë pas asaj të zhvilluar dje në të njëjtin stadium. Ka qenë në fakt stërvitje e mirë, pothuajse të gjithë lojtarët kanë treguar formë të lartë dhe selektori dhe shtabi teknik në përgjithësisht kanë qenë mjaft të kënaqur me përgatitjet dhe me formën e futbollistëve. Në 2 ditët e para ka munguar portieri Samir Ujkani për shkak të disa shqetësimeve që ka pasur shëndetësore, mirë, po nuk do të jetë asgjë serioze, sipas dita gjasa, por është pothuajse e sigurt prezenca e tij në port në ballafaqimin e së dielës, ndërkaq sot me ekipin ka stërvitur edhe portieri i vllazнимit Altik Muhaxhiri për shkak se Ilir Avdyli ka qenë i angazhuar me ekipin e Aivalis në ndeshjen e fundit të Xhiros së 4-të, kurse përveç Muhaxhirit si portier ka qenë edhe Betim Berisha i Iliris, që është i grumbulluar si portieri i 3 për takimin me Omanin. Në vjem do të ndjekim prononcimet e selektorit Albert Bunjaku dhe futbollistëve Kristian Nushi, Fanol Përdedaj dhe Dardan Rexhepi. Të gjithë ata shprehen mjaft të bindur për sukses dhe thonë se ka ardhur koha për fitoren e parë të Kosovës sipas pranimit të FIFA-s që Kosova zhvillon ndeshjen ndërkombëtare miqësore. Do të ndjekim deklaratat për të kthyer më pas prapë në studio. Është atmosferë mirë, është atmosferë shumë e mirë. Vëreja që është një energji e lartë dhe normalisht po mundohem me shfrytëzu sa më shumë që mundemi në këto momente.
Njëkohësisht po duhet me pas pak kujdes, fusha dje ka qenë shumë e lakt, është një ngarkesë, që është në balancim domethënë totale. Është knatësi mu kanë, është knatësi kur edhe me lojtarë i hapën, ju tregon lojtarëve që ka mundësi, domethënë filloj me një lojë, është shumë e rëndësishme me dhon hapësinë lojtarëve edhe të ri, mirë po me bosa në kombinim edhe me lojtarë që kanë eksperiencë. Koha përfitore, shpresojmë që tregojmë një lojë të mirë dhe dalim me një rezultat pozitiv, po më rëndësia është një lojë të mirë që ta tregojmë. Për tash për ekipin që të semna, është shumë ekip i mirë. Me mene se keme bo një lojë të mirë, ka më konë lojë luftare, duhet më ngojë që me fitu e të lojë. Shpresoj, për denja është e mirë për mu dhe për ekipin, kina pas të stërvitjet mira dhe pak ndeshja po vjen edhe besoj që jena në formë të mirë dhe shpresojmë për fitore. Pra të gjuam selektorin Bunjaku, pastaj futbolistët Kristian Nushi, Panol Përdedaj dhe Dardan Regjepi. Ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Omanit zhvillohet në kryeqytet ditën e diel, kurse një ditë më herët do të kemi një ndeshje tjetër ndërkombëtare miqësore. Fjala është për ballafaqimin ndërmjet klubit më të madh futbollit Kosovës Prishtinës dhe klubit turk Sivasspor. Antarët e klubit turk kanë arritur sot në Kosovë dhe pak orë pas arritjes në Prishtinë ata janë pritur nga ministri për sport, kulturë e rinimi Emri Krasniqi, i cili ne këtë takim pra ka pritur zyrtarët më të lartë të këtij klubi, por edhe zyrtarët e qytetit të Sivasit, ndërkaq që vëmendjen më të madhe ka pasur ky njeri, trajneri i Sivassporit, ish legjenda e Real Madridit dhe futbollit brazilian Roberto Carlos, që është trajneri i klubit turk tash e një kohë të gjatë, por ndryshe në këtë takim zyrtarët e Sivassporit dhe Roberto Carlosi, përveç nga zyrtarët e Prishtinës, kanë qenë të shoqëruar edhe nga zyrtarët e lartë të Federatës së Futbollit të Kosovës, po shohim sekretarin Erol Salihu, kurse në këtë takim ka qenë i pranishëm edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri, së bashku me Roberto Carlosin, ish legjendat e klubit tjetër turk Fenerbahçes. Ndeshja ndërmjet Prishtinës dhe Sivassporit zhvillohet të shtunën në fillim prej orës 16 në stadiumin e kryeqytetit, po ashtu dhe do të jetë paksa problematike dy ndeshje brenda 24 orësh në të njëjtin stadium. Për fund shpejt edhe rezultatin e ndeshjes së fundit të xhiros së 4 të Raiffeisen Superligës, ndeshjes ndërmjet Hajvalis dhe Trepçës, do ta kemi shpejt tabelën me ndeshjet me gjitha rezultatet e ndeshjeve të xhiros së 4, Prishtina Feronikeli 0-1, Drita Ferizaj 3-0, Istogu Vllaznimi 2-2, 89 Trenica 1-1, Besalam Kosova 2-0 dhe sot Hajvalia Trepça 2-1. Me këtë fitore Hajvalia ka kthyer pozitën e liderit të Superligës pas 4 xhirosh me 10 pikë të grumbulluara. Kaq sa i përket sportit, përkatësisht futbollit. Sot e keshim të rubrikën futboll. Po, faleminderit shumë Bajram për këtë paraqitje dhe për këto informacione. Meteorologët parashojnë që mbi vendin tonë nesër të mbajë mod i vranët dhe merreshje shiu në tërë territorin e vendit. Temperatura maksimale pritet të shënojë 20 gradë Celsius. Nesër në Prishtinë, mod i vranët dhe me shi, temperatura maksimale 18, minimalja 15. Të dielën po ashtu me shi, temperatura maksimale 18, të hënën edhe me intervale kohore me diell dhe me shi deri në 21, temperaturat të martën po ashtu, ndërkaq të mërkurën parashihet të ngrohet moti me diell. Edhe në territorin e Shqipërisë moti është i ndryshueshëm, po ashtu edhe në Maqedoni do të ketë rishje shiu. Dishni pra temperaturat dhe motin për vendet e tjera të rajonit dhe të Evropës. Faleminderit që na ndoqët dhe mirëmbëjtje.